Prej 24 vitesh minerali i bakrit në Shqipëri po grabitet nga mafia turko-kineze maskuar pas kompanisë Beraldnesko Metal, dhënë me koncesion 45 vite deri në vitin 2046. Koncesioni i bakrit më 18 janar 2001 ju dha falas për 30 vite mafiozit turk Orel Cohen nga Ilir Meta, në atë kohë kryeministër, por në muajin shkurt 2004 e bllokoi Fatosnano si presion për të marrë kontrollin mbi të, e hyri në konflikt me turqit. Në muajin nëntor 2005 koncesionin e zhbllokoi Sali Berisha që sapo kishte ardhur në pushtet, ndërsa në muajin dhjetor 2009 Ilir Meta zëvendës kryeministri hoqi të gjithë taksat koncesionit bakrit dhe vlerën 10% të dividendit që duhet ja jep të shtetit shqiptar, ndërsa gjatë pushtetit me EPS-n koncesioni u zgjat edhe 15 vite të tjerë. Ditën që Ilir Meta i dha mafiozit turk Erol Cohen koncesionin e bakrit, në kontratë me raport gjeologjik e ekonomik fals u deklarua 1.5 milion ton rezerva bakri në nën tokë, me qëllim që të raportohej sa më pak minerali nxjerr pra të vidhej e të mashtrohej. Faktikisht rezerva e gatshme nën tokë ishte 60 milion ton bakër i pasur me arë dhe argjend dhe 15.000 ton minerali nxjerr mbi tokë, të cilin mafiozi turk e mori falas dhe eksportoi për llogaritë të tij në Turqi dhe Bullgari, ndërsa ministria bëri letrat sikur kjo sasi mineral bakri nuk ekzistonte. Në muajin maj 2014 kompania koncesionare turke Berlab përsëri në pazar me Ilir Metën, që ishte kryetar kuvendi dhe me miratim të kryeministrit Edi Rama, i shiti 50% aksioneve kompanisë mafioze kineze Xiangyi Copper për $30.000 dhe nga Beralpsha u regjistrua si zotruese me emrin Nesko Metal. Po me ndërhyrjen e Ilir Metës kryetar kuvendi, në muajin mars 2017 mafiozëve turqe kinez ju zgjat koncesioni i bakrit edhe me 15 vite të tjerë, duke e çuar deri në vitin 2046 grabitjen e bakrit shqiptar me përmbajtje të konsiderueshme ari dhe argjendi në vitet 2001-2014. Kur koncesionin e bakrit e kishte kompania turke Berlab, bilancet bëheshin false me gjoja fitim 1 deri 2 milion lek dhe qeveria shqiptare ja pranonte si të sakta. Ndërsa prej vitit 2014 deri sot, kur në ortakrinë e koncesionit bakrit janë bashkuar mafiozët turq dhe kinez, bilancet vjetore i kanë nxjerrë me nga 2 miliard e 10 miliard lek humbje dhe qeveria shqiptare ja pranon sërish si të sakta. Por megjithse deklarojnë humbje të mëdha financiare, turqit dhe kinezët vazhdojnë të nxjerrin e shesin çdo vit afro 400.000 ton mineral bakrit pasur me arë dhe argjend dhe fitojnë miliarda euro e nuk i paguajnë asnjë cent shtetit shqiptar. Sepse ish kryeministrat Meta e Berisha dhe kryeministri Edi Rama nëpërmjet ministrave të linjës në kontratën PPP të bakrit kanë deklaruar që kompania turko-kineze ka të drejtën të përfitojë 100% të ardhurave nga shitja e mineralit të bakrit, pa patur asnjë detyrim financiar ndaj shtetit shqiptar deri në muajin janar 2046, kur ka periudhën e koncesionit. A do veprojë pak përballë këtij krimi të vjedhjes së pasurisë kombëtare miliarda euro të maskuar si koncesion me afat 45 vite, apo do hesht siç po hesht ndaj grabitjes së naftës me vlerë miliarda euro nga kompania mafioze kineze Bankers?